Ushtria e Tajvanit ka testuar për herë të parë raketat e sistemit amerikan HIMARS në ujërat e ngushticës së Tajvanit, në një demonstrim të qartë të aftësive mbrojtëse të ishullit përballë kërcënimeve në rritje nga Kina. Stërvitja me zjarr të vërtet u zhvillua në Bregdetin perëndimor të Tajvanit, përballë territorit kinez, dhe konsiderohet një hap i rëndësishëm në forcimin e kapaciteteve ushtarake të Tajpeit. Edhe pse sistemi HIMARS ishte testuar më parë, kjo ishte hera e parë që raketat e tij lëshoheshin drejt ujërave të ngushticës që ndan Tajvanin nga Kina. Sipas ushtrisë tajvaneze, në stërvitje u përdorën raketa praktike me rrezë veprimi të kufizuar, të projektuara për të rënë në det pranë brigjeve të ishullit. Për shkak të kërcënimit aktual armik, ne do të vazhdojmë stërvitjet me vendosmëri për të mbrojtur Tajvanin, deklaroi një nga rreshterët. Sistemi HIMARS, i furnizuar nga Shtetet e Bashkuara, është pjesë e strategjisë së re mbrojtëse të Tajvanit, e cila fokusohet në armë me lëvizshmëri të lartë dhe goditje precize. I njohur për taktikën qello dhe ik, sistemi lejon lëshimin e raketave dhe zhvendosjen e menjëhershme në një pozicion tjetër, për të shmangur kundër sulmet. Pamjet nga stërvitja treguan mjetet e raketave që lëviznin në pozicion dhe lëshonin raketat brenda pak minutash, duke demonstruar shpejtësinë dhe fleksibilitetin operacional të sistemit.